për çdo njeri. Një parti e lirë nuk njeh kufi. Absolutisht. Se cilit nga ne do dëgjojmë zërin e tyre. Ka gjëra që ata kanë që njerëzit militantë dhe antarë, simpatizantarë kanë drejt. Ka gjëra që duhet t'ja shpjegojmë, nuk i di. S'kan faj. Nuk janë informuar, duhet t'i informojmë. Se këto, pra, ju e kuptoni që përpjekje e madhe shumë që ne të mos denonconim krimin elektoral, mos i dilim zot votës. Përpjekje jashtëzakonshme nga Edi Rama. Kërcënim direkt ndaj drejtuesve të misioneve zhvuse. Si sikur të ishin në Banditistan dhe jo në një vend antar të Këshillit të Evropës dhe që ka negociatat. Ka të tjerë që vraponin o analizë tani në mënyrë që të bëjmë gjithçka që Edi Rama të japi materiale Edi Ramës për të dobësuar raportin. Ka të tjerë të cilët pristin që të mund të thoshin se këto ishin zgjedhjet më të mira, në mënyrë që të mohojnë farsën elektorale, të mohojnë narkodiktaturën, të mohojnë diktaturën autoritare. Po këta janë sklever. Njerëz që janë njëra, nuk meritojnë lirit. Se këtë që bëjmë ne, bëjmë për çdo shqiptar. Për çdo shqiptar. Ne patëm programin më të shkëlqyer në historinë e vendit. Ne morëm ekspertin më të shkëlqyer të planetit. Por farsa elektorale, jo që su nalue, po mori për masat më gjigande se kur. Kështu që ne jemi pra, nuk i mbyllet kujt goja njërë, kjo jemi të qartë. E vetëmja kërkes, e vetëmja gjë që kjo analizë bëhet brenda partisë. Si ta duan të hapur me media, të mbyllur pamja, si të kenë qef, nuk ka asnjë skan asnjë lloj kufizimi.